Si e? Ç'kemi? Mirë? Mirë. Çka ke më? Gjithmonë kur kaloj këtu të shikoj duke u menduar, i mërzitur. Hiç më punojmë ja 3 muaj atë në Gjermani. Bëjmë ja 2000 euro, erdhëm këtu i prish me ato lekë, tani do iki prapë çfarë. Po pse kështu do ja kalosh ti? Nëse kam bërë biletën do iki prapë në Gjermani. Po pse kështu do bëj gjithmonë? Ik andej, bëj 1 lek, hajde këtej prish, la familjen këtu ja vlen kjo gjë. Se vlen, po çfarë të bëjmë? Çfarë të bësh? Pse nuk e merr një profesion ti më? Çfarë të bëjmë? Kështu do rish rrugëve të rish. Merr profesion e berberit. Pa, bëj dot. Po normale më kur që e bën. Po se ke kizi për zotin, më mirë të marrësh një profesion, bëhesh berber. Më mirë të punosh këtu ndarë ti shtëpi sa të ikësh rrugëve ande, do marrësh 2000 euro, do i prishësh prapë do ikësh. Si ja vlen. Normale më kur si ja vlen. Shumë e vërtetë edhe shumica e shqiptarëve kështu ja bëjnë për zotin. E duket sikur fitojnë 2 lekë ande, pa ata i prishin prapë këtu, prapë me dorë xhepe, si puna ime. Më mirë hajde merr një profesion. Po marrim profesion, po bëhemi berbera, jemi në rregull. Edhe ndarket e shtëpia, puno berber, merr 1 milion lekë rrogë muj, e Ria për familje s'është.